në kuptimin që buron si prurje e territorit thjesht, po është një deputet që është i angazhuar në Tiranë me shumë detyra, po kam parasysh përfaqësuesit e komunitetit këtu, ata që duhet të rrinë këtu dhe që duhet të gjenden këtu pranë njerëzve. Dhe dua të besoj që duke filluar nga ata që janë në listën e mbyllur, ky do të jetë rasti dhe këtu kam parasysh qoftë Erionën, qoftë Zamirën, që duhet besoj që do të jenë pika referimi këtu në qytet për njerëzit, edhe do të jenë gjithashtu edhe dy shtriga të këmbgulse për të nxitur hapjen e Partisë Socialiste. Duhet besoj nga ana tjetër që qoftë Bruna, qoftë Brisida, qoftë Evisi që janë pjesë e pandashme e Partisë Socialiste prej shumë kohësh, edhe që në pozicione ndryshme kanë bërë atë që kanë mundur, do të jenë po ashtu bashkë me Zamirën dhe me Erionën front i grave të Vlorës dhe i vajzave të Vlorës në këtë përpjekje, pavarësisht se a do të jenë apo s'do të jenë në kuvendin e Shqipërisë. Duhet besoj po ashtu që Tesi do të gjejë gjitha arsyet edhe mbas këtij momenti entuziazmi edhe pasioni për të bashkuar me Partinë Socialiste, që të vazhdoj edhe mbrapa të jetë pjesë e këtij fronti, dhe patjetër duhet besoj që Ina po ashtu që ja kam thënë edhe kur u takuam herën e parë në podcast, që pavarësisht si do të jetë rezultati, do të marrë një detyrë me siguri për ta përfaqësuar qarkun, për të përfaqësuar komunitetin rom në nivelet e qeverisjes. Në rast se nuk shkon në parlament, kuptohet, do të jetë pjesë e këtij fronti, dhe duhet besoj që edhe djemt këtu që janë sidomos dy djemt që kemi këtu nga Vlora, do të na ndihmojnë për ta reformuar realisht dhe për ta transformuar Partinë Socialiste në një hapësirë ku absolutisht askush nuk duhet të ndjehet sikur nuk ka vend për të, dhe nga ana tjetër për t'i dhënë të tjerëve që nuk shkojnë deri në pikën që të bashkohen me ne, respektin që meritojnë. Dje Zamira më ka bërë një surprizë që besoj është një nga momentet më të veçanta të gjithë karrierës time politike. Më ka ftuar dhe ulur në Tryezë me rreth 100 vajza dhe djemë të forumit rinor të Partisë Demokratike, dhe sinqerisht përtej të gjitha të tjerave që nuk është këtu momenti dhe rasti për t'i thënë, por një ndjesi faj ndaj tyre nuk më shëndarë dhe nuk ndahet edhe tani që po flas. Ndjesia e fajit për faktin që ata, pavarësisht se janë të rinj të angazhuar në një forcë tjetër politike, pavarësisht se çka kemi ne me atë forcë politike, pavarësisht se forcë politike në Tiranë ka një fytyrë, më saktë një surrat komplet pa lidhje me fytyrat e këtyre vajzave dhe djemve këtu, më kanë vënë pozitë vështirë kur më shprehnin se si sillen përfaqësuesit e Partisë Socialiste me ata që nuk i konsiderojnë pjesë të të njëjtës anë. Këto janë gjëra që realisht janë minimumi etik për një forcë politike si e jona, dhe unë dua që së bashku ne të kemi
të jemi në një mendje që mbasi me të majt duhet vendosim tolerancën zero ndaj kujdo përfaqësuesi të Partisë Socialiste në çdo nivel që nuk i jep respekt dhe që nuk i trajton në mënyrë të drejtë të barabartë të gjithë antarët e këtij komuniteti. Aq më tepër për shkak të rreshtimit në një forcë tjetër politike. U zgjata me këtë pjesë atipike për këto prezantime, pikërisht sepse unë jam shumë i lidhur me Vlorën, sepse jam apo s'jam në listën e Vlorës, unë jam deputet i Vlorës, dhe deri në fund, deri kur të mbyll syt Vlora për mua do të jetë ajo që ka qenë kur kam mësuar notin, një vend ëndrash edhe një vend ku fuqia e ëndrave duhet të jetë ajo që i çon përpara njerëzit dhe një vend i bekuar si gjithë Shqipëria, por me veçoritë e veta nga Zoti, për të bërë vendi ku s'ka asnjë arsye që kush jeton këtu të mos jetë realisht jo vetëm krenar, po edhe i kënaqur me mundësitë që i jep ky vend. Prandaj u zgjata pak sepse e ndjej shumë thellë këtë borxhin që i kemi në mënyrë të vazhdueshme dhe që e akumulojmë në mënyrë të vazhdueshme në nivelin vendor, në nivelin e partisë, duke flas për bashkinë këtu në këtë rast, në nivelin e përfaqësuesve politik ndaj njerëzve, dhe kjo gjë bën që dhe performanca e Bashkisë Vlorës të mos jetë në maksimum, sepse në vend se ta mbështesin deri në fund, i vënë edhe strekëmsha edhe vetë bashkisë.